Me aksion të aktivistëve të Partisë Social-Demokrate ishte përcjell vizita e fundit në Kosovë kryetarës së dhomave të specializuara Ekaterina Trëndafilova. E 2 vjet pas, Trëndafilova do të qëndroj përsëri në Kosovë për 3 ditë, me që rast do të mbajë një konferencë për media. Vizitën e saj po e kundërshtojnë nga organizata veteranëve të luftës së UÇK-s, duke quajtur këtë vizitë si fyerje të rënd ndaj atyre që sakrifikuan për lirinë e vendit. Provokuese është sepse kjo nuk po vjen na tregu diçka neve të mirë, nuk po vjen na tregu që në lajm mirë që ka liru bashkëluftarët tonë ose ka që më thon diçka të mirë, përpos më na tregu diçka që neve fare sa intereson, ndoshta më shumë intereson Serbisë, me ditë për rrjedhojën që po shkon atje për shkak se kjo gjykatë u ngrit mbi bazën e dëshmive që ata i kanë prodhuar prokuroria e Serbisë këtë rast. Se vizita e Trëndafilovës në Kosovë është e vonuar, thot avokati Ardian Bajraktari. Procesin e dhomat e specializuar ndaj shkrerëve të ushtrisë ligjimtare të Kosovës është karakterizuar me një varg shkeljesh, për të cilat natyrisht që ka qenë në dieni zonja Trëndafilova dhe në kapacitetet e kryetares së këtyre dhomave nuk ka ndërmarrë veprimet e nevojshme dhe të domosdoshme për t'i adresuar këto shkelje. Prandaj vlerësoj që është e vonuar dhe vlerësoj që është njëra prej përgjegjësive kryesore për lejimin e stërkecjes në masë të konsiderueshme të procesit gjyqësor i cili po zhvillohet në Hagë. Me rastin e vizitës së kryetares Trëndafilova, policia e Kosovës ka njoftuar se nga 12 deri me 14 maj do të bëjë ndërprerje të përkohshme të qarkullimit të trafikut në disa segmente rrugore, duke kërkuar mirëkuptim nga pjesëmarrësit në trafik. E tani me NH kanë përfunduar dëshmitarët e prokurorisë së specializuar derisa trupi gjykues është në pritje të mocionit të mbrojtjes së të akuzuarve për rrëzimin e pikave të aktakuzës. Ndërkohë të hënën, me njërin nga krerët e UÇK-s ka biseduar kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ai ka njoftuar se ka pranuar një telefonat nga ish-presidenti Hashim Thaçi, të cilin e ka quajtur vëlla. Telefonata vllait tim Hashim ishte tetë prekse dhe komandanti ishte në formën e vet më të mirë, ka shkruar Rama në Facebook. Çfarë mendoni ju për Hashim Thaçin? E mbështetjen për Kosovën Rama e ka shprehur shpesh herë. Me iniciativë të tij në vitin 2022, Kuvendi i Shqipërisë ka votuar unanimisht me 125 vota të deputetëve rezolutën me cilën synon të hedhë poshtë akuzat për trafikimin me organet të qenieve njerëzore gjatë luftës në Kosovë, pretendime që burojnë nga një raport i Këshillit të Evropës.